Studios nderuar shikues dhe pikërisht në minutat në vazhdim do flasim në lidhje me fushatën zgjedhore, ashpërsimin e gjuhës që po përdoret nga eksponentë të partive politike dhe cili pritet të jetë rezultati i zgjedhjeve të 7 qershorit. Këto dhe të tjera i diskutojmë në minutat në vazhdim bashkë me ftuarit tanë Artan Imani, profesor. Profesor, përshëndetje dhe mirëseardhët. Faleminderit për ftesën. Gjithmonë kënaqësi. Si dhe Adrian Zeqiri, analist politik, zotëri Zeqiri, përshëndetje dhe mirëseardhët. Përshëndetje. Profesor, po e nis me ju dhe deri në këto ditë si e keni parë përgjithsisht fushatën zgjedhore, kë e shihni më aktiv? Po shikon në rast se shohim këtë pjesën e para fushatës, ose më thonë më mirë të mobilizimit të strukturave të partive përpara që të fillojë edhe zyrtarisht fushata elektorale, shihet qartë që të gjitha partitë politike që janë në garë kanë filluar me aktivitete kush më shumë e kush më pak, me qëllim të, si të them, të një riorganizimi të strukturave të tyre, por që realisht në bazë të asaj që përshifet terren, pra partia në pushtet është më aktive nëse kihet parasysh edhe takimet të shumta që po organizon, sidomos në diasporë dhe në vendet specifike, ku me siguri don që ta sigurojë edhe një herë atë, që më thonë, energjinë e fuqishme që jepet procesit zgjedhor nga votat e diasporës. Kështu që edhe Partia Demokratike e Kosovës tashmë së fundmi ka dalë në proceset elektorale, ka dalë në terren, është duke organizuar takime ndonse individualiste, takime të vogla, të cilat janë një kopje e fushatave të mëhershme, por që megjithatë kanë filluar që të jenë më aktiv, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vjosa, si të thënë tash, koalicioni i përbashkët mes i udhëhequr nga LDK-ja dhe i prirë nga lista në listë me Vjosën, kanë filluar këtë aktivitetin hajde flasim që po duket atraktiv, po duket interesant, por që unë mendoj se nuk ka... A duket që është një formë më e re të bërit fushat? Jo, është një... Shiko tash, LDK-ja ka filluar këtë iniciativë ka pasur më herët, nëse keni parasysh atë projektin Rruga e Re, që i dëgjoj këtë qytetarët. Partia Demokratike s'di diçka ju ka tek me do spotet, me do postimin për Facebook, në për rrjetet sociale, të shku të hongër pasol, të përësit që bapa në farstili që u përdorë para 10 vjetë në fushata elektorale. Stil klishe? S'pëdi, nështë ta funksionon, kështu i ka funksionu, zotit Kurti, para 10 vite në aktivitetet e veta, por që besoj që tash do t'jenë ma serios dhe do t'i drejtojnë qytetarëve me arsyeën pse duhet ndryshoj gjendja. Unë e pash edhe sloganin e Partisë Demokratike të Kosovës me atë fjalën stop përpara. Po, ideja është që të ndalet kjo e keqe që realisht edhe unë si një pjesë e madhe e njerëzve kemi menduar që do të ishte mirë që të kemi një ndryshim të këtij koncepti qeverisjes, por megjithatë mbetet të shifet me 7 qershor cili do të jetë rezultati. Cila do jetë përgjigjja e qytetarëve, sigurisht po. Unë kam thonë edhe këtu në ambientin e televizionit ju nderuar, unë 7 qershor më shumë e shoh si një rivotim se sa që e shoh proces të pastër elektorale. Në qartë. Zotëri Zeqiri, ju kë nga partitë politike ose kë nga eksponentët politike keni parë më aktiv në këto ditë të para fushatës zgjedhore dhe me theks veçantë do doja të ndalesha tek fushata e LDK-s tani më me ish presidentën Osmani, sepse edhe nga jo që po postohet në rrjetet sociale, po duket që po ka më tepër takime të tyre. E kanë marrë mbase më seriozisht këtë pjesë. Po, dëgja, ne e kemi pas 2 palë zgjedhje tjera të përgjithshme, ku paka shumë formacione të njëjta të këtyre partive politike kanë garu me programe paka shumë të njëjta, do të thotë është po, i kanë shty kuajt që 2 herë me partitë me zveti. E vetmja e panjohur në këtë zgjedhje është pjesëmarrja e ish presidencës zonjës Vjosa Osmani. Mendoj se aja është e panjohur e këtyre zgjedhjeve dhe se unë jam të pa që aja është duke marrë pjesë aktivisht në diskutime me qytetarë, është më aktive, e ka një gjuhë më të artikulume se sa liderët tjerë opozitarë. Do thotë është... Po më thumbuese? Po gjithsesi, më thumbuese, ndëgja,
është vetëm ndoshta prej liderëve opozitar që din me kriju opinion publik, jo vetëm me reagu ndaj që shbojnë partitë opozitare, ndaj deklaratave të partisë në pushtet, mi po aja shkon një hap tutje dhe mundohet që ta krijon një opinion publik, ose së paku kështu po duket, shpresoj që do t'jetë do thotë ashtu, sepse është e rëndësishme partitë opozitare të mos reagojnë, po të ndërtojnë do thotë opinionin publik. Opinionin publik ka ditë të ndërtoj dhe ende din me ndërtu mas miri lëvizjave të vendosje. Aja e ka atë mesazhin e shkurt dhe thjesht, e ka konfliktin e qartë, e ka armikun e identifikum dhe e përsërit ato me disiplinë të hatashme në mënyrë të pafundme. Do thotë, kjo është krijimi i opinionit publik. Dhe këta nuk e kemi pa tek liderët tjerë të partive opozitare, dhe mendoj se edhe njerë që të rikthemi, Vjosa Osmani është ndoshta e panjohura e vetme, dhe se mbetet të shihet ndikimi i saj që do të ketë në këto parë zgjedhje, se çfarë ndikimi do të ketë. Unë mendoj se është pak një kohë e shkurtër e integrimit të saj në strukturat e lidhjes demokratike, ka pas aty probleme. Mirë po megjithatë, këto do thotë është vetëm ajo që do të mund ta bënte ndonjë ndryshim në atë hartën politike të partive politike në Kosovë. Profesor... Nështë është interesant kërkoj dje që të ashtojme në një segment mësë mbeti më do të mbetet të shifet edhe një përpjekje serioze që është të bon Alonsa Paramërinë e Kosovës, vese në reshtë me një kandidat të ri për kryeministër dhe për kryetar partije, sepse është duke shku paralelisht edhe në zgjedhjet të brendshme të partisë edhe në fushatën elektorale. Kjo nuk e di sa do ta pengoj apo do ta favorizoj, por të mbetet interesant të shifet edhe potenciali i zot Ardian Xhini dhe një listë që vërtet ka ndërtu të mirë Alonsa Paramërinë e Kosovës. Flas për pjesën e parë të listës së deputetëve, ku ka njerëz me një përvojë të jashtëzakonshme politike, kur vetë zoti Haradina është në numrin 11, po flas për Ramushin, ndërsa numrin 50 Dauti e zgjedh tradicionalisht. Por në listën e saj është diçka interesante, kemi Hakim Çekun, kemi strukturat të cilat kanë qeverisë me vendin, dhe do të ishte, unë mendoj se do të jetë interesant edhe performanca e Alonsës Paramërinë e Kosovës në këto zgjedhje, sepse ka shku paralel me dy procese, edhe zgjedhjet e brendshme në parti, edhe ndrimin e kandidatit për kryeministër, edhe kandidatin e ri për kryetar të partisë. Si dhe, po shifet shumë atraktive, interesante, nuk e di për numra sa, po shifet interesante fushata e PSD-s. Ndoshta do të ishte mirë që PSD-ja... Duke që PSD-ja më shumë është e fokusuar tek partitë opozitare. Shka, PSD-ja e ka targetin e qartë, i ka në dy onë e kam rej shpatën, që thërë në dy onë të donë që ta kryoj një subjektivitet dhe të profesoj opozitën, për shkak se realisht opozita në këto 5-6 vitet e fundit ka qenë vetëm për numër. Nuk kemi pas nëj, që me thonë, e tha shumë mirë, zotë Zeshir, nuk kanë kriju nëj narracion, ose nëj identitet, ose nëj orientim, apo nëj kauz me cilën du të me luftu mbra pasaj. A do ta ndryshoj këtë frymë si pas jush ish presidentja Osmani, me që tashmë i ka hyrë garës? Zonja Osmani, pavarësisht qëndrime, unë e kom thonë dhe represeris, ka boni veprim shumë të mirë që ka hyrë në garë, dhe unë e besoj që do të kthej Lidhjen Demokratike të Kosovës në seriozitetin e saj. Do të kthej në seriozitetin e saj dhe një partije që vërtet do t'i ketë afrohet numrit të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, kështu që kur shtojmë edhe këtë që në shonë në ngritit letë edhe të Alonsës Paramërinë e Kosovës, të kretë një shumicë opozitare, e cila mund të jepë përgjithësi qoftë elektoratit vetë, qoftë edhe të bëj ballë tendencave të vazhdueshme për marrjen e të gjitha posteve shtetërore. Në tonë që është e drejtë, atë që shpeshe po keq kuptohet dhe po keq interpretohet në opinion publik se tri funksionet mi marrë një parti. Partia që vito zgjedhjet ka të drejtë që të merr gjitha funksionet vetëm arrit matematikisht të rregulloj numrat në institucione. Po pikërisht pengesa e numrave. Zonja Osmani po duket interesant, po duket atraktive, po i pëlqen kjo, si më thonë, ngacmimi që po bëhen, që po krijohen
mes saj dhe eksponentëve televizjes vendosje. Megjithëse edhe këtu ka grupe sigurisht ndara, janë në dy qëndrime të ndryshme, pjesa deklaratave të Osmanit. LDK-ja, megjithatë LDK-ja ka arrit me të kalu vetveten dhe me mbyt syt para domit kolateral të jashtëzakonshëm që ka shkaktu Vjosa Osmani në zgjedhjet e fundit ku ishte nga kandidatja për kryeministër dul me kompin tjetër dhe u bo kandidate, u bo presidente, por megjithatë arriti ta të kaloj vetveten në emër të një parafrimi të madh të forcave të djatha që po quajt. Unë e pres një rezultat interesant të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe besoj që ja vlen ky angazhimi edhe i zonës Osmani. Zotëri Zaqiri, kur jemi tek pjesa e deklaratave të ish-presidentës Osmani, si besoni se do ndikojnë ato? Do mundet me përmes tyre pra ta ngrit përqindjen edhe ta ngresë edhe pozicionin e saj dhe të LDK-s, apo mbase mund t'i kushtoj edhe negativisht një pjesë e deklaratave, cilat i ka thënë në këtë periudhë kohore dhe jo në kohën sa ka qenë presidente? Po, në kohën sa ka qenë presidente, detyra zyrtare e postit të presidentit është e tillë që nuk mundesh me përveç se në rastet veçanta është vështirë që do të deklarohesh në mënyrë politike apo partijake. Kështu që ato çka i thot zonja Osmani tani, duke qenë se ka qenë e afërt me zotin Kurti dhe kanë qeverisur sidomos në politikën e jashtme së bashku, unë mendoj se janë informacione të cilat ne nuk i kemi ditë si publik dhe se janë për tu, do thotë, janë interesante. Këtu nuk është atë shumë në narracion, do thotë, në ato se çka thotë, nuk do ta vlerësoja meritat e vërtetësisë apo pa vërtetësisë të asaj që çka thotë, sepse është vështirë e testueshme aja. Janë disa gjëra të cilat aja ose zoti Kurti i din. I din më së miri, po. Ne nuk kemi qenë aty prezent. Mi po është çështja e mënyrës së udhëheqjes së kampanjës dhe edhe një herë ai ndërtimi i narracionit politik është jashtëzakonisht i rëndësishëm tek partitë politike dhe se do thotë aja marrja e stafetës së ndërtimit të narracionit politik është gjithashtu shumë e rëndësishme. Unë e vlerësoj metodologjikisht se çka është duke bë më shumë se sa vërtetësinë e asaj çka është duke thonë. Është e rëndësishme sepse do thotë edhe një herë ato që e thash edhe në fillim, opozita ka qenë krejtësisht do thotë reaktive në deklaratat e saj. E ka tregu një lloj maturie, një lloj do thotë institucionalizmi, edhe atëherë kur partia në pushtet, e cila do duhej ta promovonte institucionalizmin, ka qenë kundër institucioneve të pavarura ata zonë. Edhe pse nga lëvizja vendosje po thonë që kjo pjesa e gjuhës së Osmanit është në forme veç një lloj zgjatimi i gjuhës së partive opozitare, sidomos kur bëhet fjalë për raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ka këtu çka analizohet në raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara. Nëse Kosova ka qenë sanksione me Bashkimin Evropian, është nën masat, do thotë, masa sanksione me emër tjetër. Po, ose sanksione me emër tjetër me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithsesi se ka hapësirë për të analizuar kjo situatë, sepse është e pakuptim që Kosova të jetë nën sanksione, edhe nga Bashkimi Evropian deri para sa kohe, edhe nga Shtetet e Bashkuara. Dje ndo fondet për gjitha shtetet përveç Kosovës. Do të thotë, ndërsa Serbia të mos jetë, do të thotë këtu është një paradoks në këtë mes, dhe se është legjitime që të ngritet kjo çështje në nivel të diskutimit publik dhe të bëhet temë e kampanjës zgjedhore, sepse ne të gjithë e dimë që kosovarët kanë dëshirë që të kenë raporte të mira me bashkësinë ndërkombëtare, sidomos me aleatët tonë SBA-n dhe Bashkimin Evropian. Por është ky element i rëndësishëm për të përdorur pjesën e fushatës dhe për të fituar pojena pozitiv
Pikërisht për shkak të dëshirës që raportet jenë të mira dhe në vijën e dur, në pozicionin e dur me SHBA-t. Nuk është, sepse nuk është i vetmi element, mi po është një ndër elementet. Dëgjoj, momentalisht nëse flasim për kampanjë, është duke u bë më shumë garë për, nuk është duke u bë garë e ideve, ndoshta për shkak të përsëritjes së zgjedhjeve, këto janë zgjedhjet e katërta që i pimbajmë. Më shumë është duke u bë një lloj gare për delegjitimim të palës së kundërt, do të thotë me fajsim ose me do të thotë në kontekstin e do të thotë që pala tjetër përbën siguri kombëtare dhe se nuk është e denjtë për qeverisje. Mendoj se këtu jemi për shkak të krejt krizës institucionale që ka ndodhur që një vjet të gjys, përsëritjes së zgjedhjeve, pamundësisë gjetjes së një kompromisi politik. Mendoj se këtu tashti temat janë më shumë për se si pala tjetër të delegitimohet dhe të do thotë ta merr barrën e asaj çka ka ndodhur në Kosovë që një vit të gjys. Profesor, kur jemi tek pjesa e fushatës, pra e tha dhe zotri Zëqiri se pa ka garë sa i përket plan programeve qeverisëse, më shumë base në kunja ndaj njëri tjetrit, në gjuhë tash për ndaj njëri tjetrit, dhe doja të ndalesha me tekst të veçantë tek një temë që përdori ministri në detyri punëve të jashtme Glau Konjufca në një tubim tani më sfundmi që kanë bajtur pra gjatë fushatës dhe besoj e dini kam fjalën për termin frizerk. Ngjalli ky term reagime të shumta. Dhe në base reagimit nuk erdhën vetëm nga eksponent të LDK-s, por edhe të PDK-s pashtu, që dolën një farforme në përkraje të Osmani. Shko vetëvendosja ka interes që ti nxerr këtu të ashpërsoj gjuhën dhe të kaloj në këtë konfrontim verbal për Gjona Koti, ka interes dhe mos me hy me dhënë llogari për këto 6 vitet e humbura sa i takon zhvillimit ekonomik, problemeve sociale, arsimit, shëndetësisë, infrastrukturës, marrëdhënieve ndërkombëtare që shumë mirë e bëroi Ardioni, pra është një dëshirë shifet që t'i fryj zjarrit që thonë vetëvendosja që të ngrit në opinion këtu tema, siç ishin edhe temat më herët me rastet e Skenderajt dhe problemet e Batirit në Mitrovic, por nuk është është prit nga eksponent të gjithçka që i thamë në vetëvendosjes. Se ka gjithçka aty edhe është gjithkush nga ndonjë figurë tjetër, pra ka qenë e pritshme të përdoret këtë term, po jo nga Glau Konjufca, ndonë se tash ai paraqitohet se është nxjerrë në kontest, por na e dëgjoj me vëmendje ajo përgjigj në një koment që dha një prej anëtarëve të partisë së vet ku ishte atje, por që realisht ishte degradues as më pak, jo vetëm për shkak të profesionit, që përmendin si profesion, por për shkak se po identifikon femrën e politik me kategori që nuk ka mbet ambient tjetër përpos kësaj dhe po nënçmon edhe një profesion. Tash, PDK-ja, qoftë edhe kush ku po edhe për shoqërisë civile kanë reagu, është mirë që kanë reagu për shkak të mbrojtjes së kësaj kauzës dhe vlerave edhe të profesionit, por edhe të integritetit të ishe presidentes të vendit. Megjithatë, PDK-ja duhet më marrë çështje konkrete, duhet më marrë probleme konkrete të cilat ofron të qytetarët mundësinë e zgjedhjes. Mos me hynë në këtë zjarrin që fillon të shpërndar vetëvendosja dhe gjithë tjerët merren me këtë zjarr. Pra të krijon opinionin, të ndërton alternativen, të paraqet programin për qeverisjen e vendit. Dhe problemi, unë mendoj që problemi nuk është shumë i madh këtu te çësia sa po krijohet në raport partia X me partinë Y, ose sa po krijon VV-ja me PDK-n ose me LDK-n. Problemi është se partitë politike nuk janë të luftuar për me fitu zgjedhjet. Pra një farforme për shifet që është një dakordimi përgjithshëm për rezultatin që mund të vijë me 7 qershor. Dhe përderisa kena këtë situatë, ndonë se po bën përpjekje më të mëdha, thash që në fillim LDK-ja, në farë, si më thonin atë, vetëkënaqur me rezultatin aktual dhe si e tillë kjo shkakton problem. Gjuha që përdoret, jo vetëm me zotit Konjufca, por edhe shumicës e eksponentëve televizëve vendosi, do të shkon vetëm më tepër që të ashpërsohet, shpresoj që të mos të prodhoj dhunë, sepse ashtu trendet janë të tilla, shpresoj të mos të prodhoj dhunë, por që të kalohet me
me lekuencë për i palës tjetër me qëllimin që të vijë dita zgjedhje. Profa, sapo e tha ato që realisht shumica e partive opozitare e kanë bo, do thot, në 2 palëzgjedhjet e kaluam. Kanë dalë me program, do thot, e kanë elaboru një program besa dhe listat e mira, edhe njerëz të mirë. Listat mira, kanë dalë me projektet konkrete, kanë dalë me ide konkrete se si të dilet prej si zhvillim ekonomik, arsimi, kështu me radhë. Ka pas dokumentet shkrume, do thot, edhe prej LDK-s, edhe prej PDK-s, edhe prej Aliancës. Për gjithë për veç. Që s'ka pas program. Ku është rujt gjuha, do thot, nuk është ra në grackën e gjuhës lëvizjes vetëvendosje, dhe do thot, nuk kanë qu pesh. S'ka funksionuar. Nuk ka funksionu. Si strategji. I dashur, nuk ka funksionu, edhe unë mendoj se duhet ndrohet kjo qasja e opozitës, unë e kuptoj atë konstruktivitetin, po jemi të jetu mas pare në një botë të rrjeteve sociale, ku ai lajmi thithet në 10 sekunda, do thot, dhe amplifikohet mandej prej algoritmave gjithandej dhe bëhet temë ditës një lajm i cili ndoshta nuk ka vërtetësi ose është i tillë ose i atill, nuk është konstruktiv, po megjithatë bëhet lajm. Unë mendoj se këtu partitë politike duhet kanë, do thot, njerëz të cilët i këshillojnë se si të ndërtojnë kampanjën në rrjetet sociale dhe të godasin me mesazhe të thjeshta, të cilat i përsërisin, ku është identifikuar qartë konflikti dhe është identifikuar qartë ai që ka fajet. Do thot, unë mendoj se duhet ta ndryshojnë pllakën partitë politike, të jenë shumë agresive, me gjuhë, normalisht, me argumente, me gjuhë, larg asaj që agresiviteti të shprehet në forma tjera. Po, dëgjoj, ne jemi lëvizja vetëvendosje gjatë 20 viteve karrierë të saj. Përveç se që ka ardhur në pushtet, e ka ndryshu edhe atë strukturën sociale të shoqërisë kosovare, e ka ndryshu. Ne jemi dëshmitar se si prej 1% ka ardhur në 52% nëpërmes një aktiviteti të përsëritur politik. Dhe se unë mendoj se duhet, nuk do të thotë që të mirët si model lëvizja vetëvendosje, po mund të jesh agresiv në ata që të drejtën të cilën ti e artikulon. Dhe se unë mendoj se këtu ka punë shumë partitë opozitare që të punojnë dhe që të dalin me një jo që, do të thotë, partitë është e shëndetshme për shtetin e Kosovës që vendit mos mbetet në dorë të një njeriu apo të një partie politike. Do të thotë, cila do parti si do të kishte 52%, nuk do të ishte e shëndetshme për demokracinë dhe për pluralizmin. Të marrë të 3 postet. Nuk mundesh me marrë krejt levat e pushtetit, mandej këtu nuk është vetëm levat e pushtetit, këtu është duke u dash me u bë një ndryshim paradigmatik në Kosovë, ku ndrohen elitat ekonomike, ndrohen elitat akademike, do thotë rindërtohet komplet sistemi, do thotë këtu është rreziku. Ne nuk jemi në një kohë të komunizmit ku e kemi shpall vitin 0. Do thotë Kosova ka një historik, ka institucione, ka bazë ligjore dhe mendoj se nuk do duhej që të ktheheshim në vitin 0 dhe të rindërtonim gjithçka prej fillimit. Secili, sepse dua të mbetem edhe pak çaste tek pjesa e termit që ka përdorur pra konjufta, sepse pati më pastaj edhe një lloj kundërreagimi të ish presidentës Osmani përmes një postimi që bëri në rrjetet sociale dhe ishte një fotografi pikërisht në një sallon bukurie. Ishte kjo një kundërpërgjigje pra pikërisht ndaj konjuftës dhe nuk ishte një vizitë rastësishme
fiks një ditë pas asaj deklarate. Veqa kësha rikujtu kur ishte zoti Ramush Haradinaj kryeministër, diçka ka pas përmend për kravata. Lëviza Vetëvendosje u pasqu 1000 kravata i ka pasqu aty të qeveria. Do të thotë edhe ka pas bë kampanjë shumë të suksesshme për një llaf goje. Edhe ai nuk e ka thënë në mënyrë denigruese zoti Haradinaj çështën e kravatave. Mirë po, do thotë numri 2 i një partijës më të madhe në vend, të shpa parasysh arsyetimit në ankete kemi pasur çka ka thonë, është nëse jo për do thotë presidentin atëherë për të gjitha gratë që mirën me politikë dhe për profesionin e ndershëm të frizerës. Kështu që është kja vjen prej një do thotë baze të pamposhtësisë të cilën Lëviza Vetëvendosja e ka marrë dhe se nuk e liron gojen, nuk ka do thotë ndihet e pamposhtër në kuptimin e asaj se as nuk paraqet program politik, fol i shon komandant, i shon çështjet më të ndihshme. Mendoj se kjo është një çështje e arrogancës skajshme të cilën është duke paraqit Lëviza Vetëvendosje. Dhe se une, zonja Osmani nëpërmes një postimi e ka shfrytzu këto, mi po të shtekon ta zojmë Lëviza Vetëvendosje në opozit dhe dikush prej ta thoshtë të njëjtën ato që ka thonë zoti Konjuca, unë ta garantoj që kishin shku jo të një frizere, po kishin shku të 100 frizere edhe kishin bërë temë qendrore të diskutimit në 2 javë të ardhshme këtë çështje. Pra dhe ishin viktimizuar. Viktimizuar me gra, me gjithë shka në 1 milion mënyrat mëshme. Përkojnë djetë vështë të apresion të shka, sepse realisht problemi më i madhë është që është të temë diskutimi gjuha e fushatës, ose para fushatës, është as denigruese, as shumë ka vend për prokurorinë e shtetit, për organet e drejtësisë, sa po fryhet dhe pastaj për vetë kandidatëve për deputet, për vetë zyrtarëve të lartë qëtëror, për jepet një vlerësim për fyren që po i bojnë. Si që kemi pas rastin e Mehanës, pas një fyre e emërohet Zavendës Minister, si që kemi pas rastin e deputetëve tjerë me radhë, rastin e Hakim Batirit, ose rastin e tërpshem të Dimal Bashës dhe emërohet zgjidhet kryetari parlamentit, as ma tepër, kur luhet edhe me dignitetin e vlerave të shenjta. Kemi pas ju keni përcjell me shumë kujdes kemi pas se cili çfarë lufte speciale është kriju ndaj një ceremonie dasme për djalin e herojt Shkëllxen Haradini, për Luan Haradinin, deri në atë mos sa që edhe Bacia Adem quhet tradhtar që përshkon te familja Haradinaj, të kënë, imagjinoje të çfarë niveli ka ardhur degradimi i skajshëm. Unë i pasha dje disa mbetje në Perëndim, por edhe në Kosovë, të cilat shfaqen publikisht me deklarata dhe ku lidhen me një njeri, me një familje, me një identitet që gjysën e abortë ka të mushën me varre. Prandaj, të paktën të kemi kujdes në qëtë relacion, sa i takon kategorive të lirisë, se kanë ndonë jetën për lirinë. S'po thamë për të gjallët, Ramush Haradinaj, Artani Moni, Ardiani dhe ju, mund me bon 100 gabime në rrugtimin tonë politika, profesionale tjetër. Por për pjesën e luftës, më se prekshet pjesë, sepse nuk kish ka më ofru ma tepër sa me ofru veten në luftë për lirinë. Nuk i ma shumë sa jetën. Prandaj, është qas degraduese, qas fyse, qas poshtruese për opinionin publik, dhe për në prezësi, edhe nuk jenë shumë në numër këta njerëz. Këta njerëz jenë të sponsorizuar, unë mendoj, jam i bindën, përveç që mendoj, jam i bindën që jenë të sponsorizuar për çështje të caktuara me nxit këtë dhunë dhe pastaj me kriju këto tensione në mes njerëzve. Siç ishte rasti dje i komplet i panevojshëm, komplet mos thon budallaki e zotit Batiri, thot ma siguri ka Verit Mitrovicës se sa në Skënderaj. Pra imagjinoje cili është niveli dhe me çfarë kondi dojnë me drejtu pse po deshka mu një krahin, siç është Dernica ose Dugazini ose Ana Morova, mu identifiku me këto veprime. Kur po i përmendni pra pjesën e vlerave të luftës. Po preki për shkak se unë e di, kërkosh më mirë, e di shumë tjerë, po unë e di shumë mirë në pjesë asaj kategorie të njerëzve të cilët kanë dhënë diçka për çet vetë. Po pikërisht dua të ndalim në një pikë të bëjë me këtë çështje. E përmendet edhe pjesën e deklaratave që kanë thënë eksponentë ndryshëm. Në këtë rast edhe Fatos Geci, pra kandidat i sërishëm i lëvizjes së Vetëvendosje,
për deputet, e dim deklaratën e Nuk ka tij. shqetësu deklarata fatosit, sa më ka shqetësu mbështetja e Donikës. Por ishte mbrëm pikërisht në këndin e debatit, pra edhe ministra në detyrë që tha se e respekton deklaratën e tij. Komplet një deklaratë pa nevojshme, koti, fyse, denigruse, por që është e njoftën për opinionin publik qasja që ka ajo familje për këtë proces. Jo për ushëkare. Duhej të distancoj nga një deklaratë e tillë? Sikur që u distancu nuk u distancu partia politike si parti, por shefja e grupit parlamentar më zgabofsha, edhe kryetara e kuventit pa të distancu, por Donika ka mendësinë halo më të keqe sa që ajo mendësi. Sepse Donika është protagoniste. Të paktën ajo në studio televizive ka thonë që unë kam deponu dosje për Hagen. Dhe nuk mund dikush që ka deponu dosje kundër kreve të shukës në Hag, dhe tash dele të demantoj, sepse nuk e demanton vetë veten. Por tash shkeq ka flatësin, po du me besu që është pjesë e fushatës elektorale, por mos luhet me kategoritë veçanta për fushatën elektorale. Le të shkojnë, le të merren me programin, me urën, me rrugën, me problemet sot, me vdekjet e punëtorëve në vendet e punës, me aksidentet dje kemi pas 3, partje të vdekur në aksidentet trafiku për shkak të thyqafjes infrastrukturore që nuk ka kriju në vend, por t'i lojmë anash këtë kategori. Është turp që zonja Donika nuk është hera por që zonja Gërvalla bën deklaratat të tilla të papregjeshme. Nuk është hera por, ka bën deklaratat të tilla edhe në Pej, ka bën deklaratat të tilla edhe në Deshane, ka bën deklaratat të tilla edhe në Prishtinë, edhe në studiot televizive. Por që ajo po flet për një kategori të njerëzve. Ajo po do të marrë votat e një kategori të njerëzve, të cilët janë fokusuar sa më shumë se ta shohin UÇK-n, sa më shumë se të shohin komandantët, marrin më shumë vota, siç ka rastin e Ardiana Matoshit ose disa kandidatëve tjerë në listën gjithçka në erë. Zoti Seqiri, tani duhet kaloj pak edhe tek disa deklarata të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, cilat së fundmi ka thënë në një intervistë televizive, megjithse për një periudhë kohore u duk që faji për çështjen e presidentit dhe veçmas për ish presidentën Osmani të hidhet partive opozitare. Pra nga lëvizja dhe vendosje u krijua një lloj narracioni se opozita i ka fajet pse nuk po zgjidhet Osmani si presidente. Por megjithatë së fundmi Kurti tha se nuk e kemi dashur Osmanin si presidente dhe nuk e duam presidente dikë që ka ambicie politike. Po ndëgjoj, në gjithçka ka qenë rregull deri sa zonja Osmani tregoi një pavarësi, po që e ka dhe mandat kushtetues në udhëheqjen e politikës së jashtme. Sidomos me administratën Trump 2, ajo krijoi raporte shumë të afërta, dhe përderisa zonja Osmani në Davos ta zojmë ishte duke nënshkru marrëveshje dhe në prani të zotit Trump, zoti Kurti e udhëheqte atë farë kioskën informative në hollet e Davosit për Kosovë. Që këshim ble? Po, për Kosovë. Edhe mendoj se kja ka qenë aja e pafalshme për zotin Kurti, që ai të sillet hollave, ndërsa aja të ketë takim të nivelit më të lartë botëror, me liderët kryesor botëror, si që kishte zonja Osmani. Dhe mendoj se këtu ka qenë aja, do thotë, edhe këto zoti Kurti e ka bërë të qartë. Zonja Osmani nuk ka mujt me qeveris prej pozicionit të presidentës. Është gënjeshtër. Po zonja Osmani, ato që e ka pas mandat, politikën e jashtme, që udhëheq në bazë kushtetutës, ka ushtru atë aktivitetin e saj, edhe për faktin që Kosova nuk kishte kryeministër. Do thotë, vetmi institucion legjitim që ka qenë në atë kohë me mandat plot, ka qenë institucioni presidentit. Kështu që normalisht që aja ftohej në për konferencat të Bashkimit Evropian edhe kështu me radhë. Mi po mendoj se këtu ka ndodhur aja, mendoj se kemi edhe deklaratën e zotit Abdigjiku që ka thonë presidenti duhet të mirët me do të thotë bashkëpunimin mes shoqatave të zjarrtësve. Do të thotë ai kështu e paramendon pozicionin e presidentit që nuk ju përzihet fare në as në politikë të jashtme, as kund, dhe se mendoj mi po nuk është pozita e presidentit nuk është vetëm ceremoniale në
në Kosovë. Do thotë nëse e shikon Mbi 38 mandatin detyra specifike. Nëse e shikon mandatin e presidentit të vendit, ka rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në atë arkitekturën institucionale të Republikës Kosovës. Gjithçka shkon nëpërmes presidentit. Kështu që nuk është rol ceremonial, ku ndan medale edhe do të thotë Ta kanë shoqata në Zarfeksa. Po, Osmani me të thatë mohoj, tha se nuk kam dashur pushtet, sepse po të doja, do isha kandidate për kryeministre dhe jo për presidente. Edhe po të donte, dëgja, partia Zonjës Osmani ka qenë në koalicion, kjo është e vërtet. Mi po, presidentja si e tillë nuk mund të ushtroj, do të thotë, pushtet. Ndërsa se partia e saj ka qenë në koalicion me lëvizjen vezvendosje, ajo është çështje tjetër, ajo është çështje që duhet zgjidhet mes partnerëve qeverisës. Mi po institucioni i presidentit në Republikën e Kosovës ka kompetenca jashtëzakonisht të rëndësishme që do të thotë shkojnë shumë përtej asaj ceremoniales të cilën zoti Kurti ka kërkuar. Po. Profesor, në anën tjetër, si po i shihni thirrjet dhe synimet e lëvizjes vetëvendosje për zgjedhjet e 7 qershorit? Kësaj radhe po synojnë të arrijnë 60% fitores. Po shikon, Sa do ishte e shëndetshme, edhe pse mbase praktikisht nuk është se ndryshon nga fitoria me 51%, sa i përket formimit të institucioneve. Cili do rezultat që lëvizjen vetëvendosje e nxjerr mbi 40 deputet dhe nën 80 deputet, do të kemi prapë zgjedhjen e mes të në vjeshtën e vonë, ose në kur i bjen ajo që ka para fillimit të dhjetorit. Sepse është po qartë se nuk është e gatshme që të bëj kompromise me parti tjera politike, por do në gjithçka që ta ketë me vete, do në gjithçka që ta ketë të veten, dhe do në gjithçka të vendosë vetë. Pra, cili do rezultat që do të vjenë, unë nuk besoj që do të jetë rezultat e tillë, se nëse po flasim të sot që ka një frym të re politike të dalur nga njëjti grupimi vota, ose që është Zonja Osmani në këtë rast. Nëse po shihet që ka një konsolidim të Partisë Demokratike, po vret që ka një organizim shumë interesant, për shkak se vjen nga pjesë të Aleancës Bashkëmarrëdhënie e Kosovës, po shihet që është një situatë ndryshe. Plus asaj, Nisma Socialdemokrate nuk është pjesë e këtyre zgjedhjeve dhe dihet ku shkojnë ato vota. Pra, shihet që ka një rritje të kompit opozitar dhe nuk ka ku më marrë ato më rrit vota numër më tepër. Pra, ju besoni rritje të bllokut opozitar dhe jo të lëvizjes së vetëvendosjes? Unë mendoj që do të ketë rritje të bllokut opozitar, por rritje e cila do të jetë pamjaftueshme për të krijuar stabilitet politik dhe kjo rritje do ta dërgojë vendin e zgjedhjeve prapë në vjeshtën e vonë. Nuk ka tjetër rrugë. Dhe besoni se sërish do shkojt me këto qëndrimet e ngurta të partive politike? Sërish do ketë mungesë bashkëpunimi? Unë jam i prirur të besoj institucioneve. Dhe zoti Kurti në studio televizive para 2 nete, të 3 kurishte, tha, nuk kemi sigur që sot kemi zgjedhje prapë. Për shkak se... Por dhe u shpreh optimist se mund t'jenë të fundat. Se përjashtoj si mundësi. Unë mendoj se kushte më të favorshme që me bos zgjedhjen e problemit të presidentit në rastin që e kishim tash nuk ka pas. Ka pas soliditetin, ka pas legitimitetin 100% popullor, sepse 51.1, pra ka kalu gjysën numrit të përgjithshëm të vota, në një parti të konsolidume, me 21 dikastere qeveritare, me 1600 zyrtarë të lartë shtetëror, pse u deshka me ndërprej mandatin këtyre njerëzve. Por, unë mendoj që këtu është lufta për ego dhe duhet të kemi të qartë para opinionit publik se ne po shkojmë në zgjedhje për shkak të tekeve, ama bash tekeve të zotit Kurti dhe raporteve me zonjën Osmani. Po shkojmë zgjedhje për shkak të se zonja Osmani nuk u rizell presidente e vendit. Jo për kauzë, jo për probleme. Atëra i bie për teket e të dy këtyre figurave? Për teket të dy figurave. Si zotit Kurti, si zonjës Osmani, se s'ka ndonjë logjik tjetër. Sepse qeveria ishte, stabiliteti ishte, numrat ishin. E qartë. Zotri Zeqiri, në anën tjetër, besoni se pas 7 qershorit a do ketë sërish vijat kuqe mas partive, apo këto do të largohen, sepse edhe Osmani, kur u pyet në një paraqitje të saj televizive për mundësinë e bashkëpunimit me lëvizjen vetëvendosje,
ajo nuk është që e përjashtoj këtë mundësi, për thase nga lëvizja vetëvendosje nuk ka sinjale. Në një sistem proporcional, si që kemi ne në Kosovë, një demokraci proporcionale e tipit të kontinentit evropian, është shumë vështirë, bilem ne e kemi ma pak se proporcional, për shkak të veneve të rezervume, ne e kemi ma pak se proporcional. Do thot, është vështirë më uqit vijat e kuqe. Do thot, mi po këtu ekziston një problem tjetër, do thot, Lëviza Vetëvendosje është një parti politike e cila është ndërtu në konflikt me të gjitha parti tjera. Një parti e cila është ngritur në bazë konfliktit me të gjitha parti tjera, e ka shumë të vështirë mandej me gjetë një gjuhë të kompromisit politik me po këto parti. Dhe këtu jemi të e po. Aja dëshiran... Shto këtu acarimi tash. Po, dëshiran me bashkëpunu, mi po në kushtet e saja. Do thot, vetëm si aja e parashe këtë bashkëpunim. Ta zojmë, ishte gatë se pa mundër të bashkëpunuaj me listën, që i kishte me nismën, që i kishte vetëm 3 deputet. Do thot, aja mënyra se si ju qasët bashkëpunimit me parti tjera, ta zojmë me Lidhën Demokratike, kur Zoti Abdigjiku shkante në takim, i thoshte, ade bano asistenti jem. Do thot, është shumë e vështirë me gjithë gjuhën e kompromisit një parti dhe një lider i cili është ngritë kryekput bazë konfliktit. Si përfundim, as ju nuk e përjashtoni mundësinë e një palë zgjedhjeve të tjera? Nuk e përjashtoj gjithsesi. E qartë, dhe mbetet shihet cili do jetë rezultati. Zotë Zeqirit, falenderoj shumë që qeni misionizare. Profesor, faleminderit për Faleminderit për mundësinë. Vazhdojmë tutje të ndëruar shikues me të tjera materiale. Sot i është dhënë lamtumira e fundit